falë. Dhe ju mërgjimtarë të dashur që për festat e fundvitit jeni kthyer në vendlindje. Mirësevini te këtë program festiv. Sonten, përmes këngës dhe vallës, do të udhëtojmë bashkë në kujtime, në traditë dhe në emocione që na bashkojnë si një familje e madhe.
Kjo skenë është dëshmia se kultura jonë jeton fal brezave të rinj dhe dashurisë suaj të pandërprerë. Programin e hapim me tingull që na kthejnë pas në kohë në ditët kur kënga arritej nga shpirti dhe dashuria ishte e thjeshtë, ashtu si jeta. Në skenë vjen Isra Elmazi me këngën popullore Mora testin o për me mbush ujë, e shoqëruar nga instrumentistët Valza Veliu në piano, Tarik Emili në synth, Andi Mustafa dhe Dielona Veliu në gitarë, si dhe Agimi Meri në tupan, në udhëheqjen e profesorit Burim Mehmetu. Nga kjo këngë e mrekullueshme do të kalojmë në tingullin e fyllit, instrument që për breza shënuan frymën e traditës. Altier Ramadani interpreton melodinë Çka Hasemja duke dëshmuar se trashëgimia vazhdon të jetojë përmes brezave të rinj. Dhe pikërisht pas tij, një zë tjetër vjen për na kënaqur me interpretimin e saj është ajo, Anila Mahmudi, me këngën Djali Kumbares.
e përcjellur në instrument nga Andi Yahya në piano dhe Andi Mustafa në gitarë. Pas tyre vjen vallja me gjuhë që flet pa fjalë dhe na bashkon të gjithëve. Në skenë gjiten antarët e shkollës së vallëve shqipe pranë qendrës së kulturës në Kërshov, nën udhëheqjen e koreografëve Avnit dhe Gjeneta Zeneli, të cilët do të interpretojnë fillimisht vallën e Shotës e më pastaj vallën Pranvera. Në vazhdim, një këngë që na prek thellë dhe na rikujton peshën e madhe të mërgatës sonë. Juve që jetoni larg Akdheut, mirëpo bëni gjithçka për të. Në skenë vjen Rona Limani me interpretimin e ndjerë të këngës Mbahu nën, mos ki frikë. Pastaj edhe dy këngë që burojnë nga dashuria për Akdheu dhe vendlindjen. Rajana Dervishi vjen me këngën Shqipëri Akdheu ynd dhe Sidorela Lutfiu me këngën Uskana qyteti im u bukur. Ju ftoj që t'i ndjekni. Se
Tani do të kem nderin që në skenë për të thënë fjalën falënderuese dhe përshëndetëse të vi drejtori i qendrës e Pallatit të Kulturës, zotëri Vazllam Osmani. Zonja e zotrin, të dashur bashkëqytetar, mërtimtar që këto ditë kemi dhënë gjallëri i qytetit tonë, prindër dhe të gjithë këta artistë të rinj. Në prag të festave të fundvitit, është kënaqësi e veçantë që uroj mirëseardhjen në këtë koncert festiv, ku përmes këngës dhe vallës popullore po ndahen bashkë emocione, kujtime dhe vlera që na bashkojnë. Prania juaj sonde, veçanërisht e mërtimtarëve, ta jep kësaj mërbrojtje një domethënie të veçantë. Ky aktivitet i sonetëm është një pasqyrë e punës së përkushtuar që zhvillohet në kuadër të Qendrës së Kulturës Kërçov, ku Shkolla e Vallave Shqipe, e cila nisi rrugtimin e saj në shtator të vitit të kaluar, sot numëron mbi 80 anëtarë dhe përfaqëson me dinjitet qytetin tonë në manifestimet e vendore dhe festivalet ndërkombëtare, në drejtimin profesional të koreografëve Avni dhe Gjeneta Zemeli. Një vit më pas, këtij rrugtimi ju bashkua edhe Shkolla e Instrumenteve në udhëheqjen e profesor Burim Mehmetit, duke pasuar me të njëjtën vullnet dhe pëlqim artistik të gjitha aktiviteteve. Këto suksese nuk do të ishin të mundura pa përkushtimin e stafit të Qendrës së Kulturës, për krahjen e institucioneve qendrore dhe lokale, si dhe mbështetjen e prindërve dhe energjinë e pashtershme të fëmijëve dhe të rinjve tanë, të cilët janë forca dhe ardhmja e kulturës sonë. Ju falenderoj sinqerisht për pranimin, për mbështetjen dhe për besimin që i jepni kulturës dhe artit. Le të jetë kjo mbrëmje një urdhëse mes brezave, mes apdheut dhe mërgatës, dhe një kujtim i bukur që na shoqëron në prag të festave të fundvitit. Ju uroj shëndet, paqë dhe gëzim në familjet tuaja, festa të mbara dhe sa më shumë momente të tilla që na bashkojnë rreth vlerave tona më të bukura. Ju falenderoj. Falenderoj drejtorit për fjalët përshëndetëse dhe për mbështetjen e vazhdueshme ndaj artit dhe kulturës. Tani do të vazhdojmë programin me valle që pasqyrojnë larminë dhe bukurinë e trashëgimisë sonë kulturore. Në skenë rikthehen anëtarët e Shkollës së Vallës Shqipe pranë Qendrës së Kulturës në Kërçov, të cilët do të interpretojnë vallën Çame. Më pas vijojnë me 3 pika muzikore radhazi. Në skenë vjen Qemal Emini me këngën Diell e hënë, i shoqëruar në çiftelin nga Elmir Bekzati, nxënës i Shkollës së Muzikës nga Tetova. Elmir Bekzati vazhdon më pas edhe si solist me interpretimin e këngës Çka ka zogu që po çan. Dhe këtë pjesë, më pastaj do të vi dhe Shefkia Alimi me këngën Drenica ime, një humazh për historinë dhe qendresën. Këtë mbrëmje festive po e përbyllim me vallën që simbolizojnë unitetin dhe gëzimin tonë të përbashkët. Në skenë gjiten edhe një herë anëtarët e Shkollës së Vallës Shqipe me vallën e Shkupit dhe kur vallja na bashkon. Ti tjekim.
se përmbyllim këtë mbrëmje, ftojmë të gjithë pjesëmarrësit e kësaj mbrëmje, këngëtar, vallëtar, instrumentist dhe udhëheqës artistik të ngjiten në skenë. Dhe njëkohësisht të shprehim mirënjohjen tonë të thellë, por edhe tuajën, që sonte e mbajtën gjallë këtë skenë, në të cilët me përkushtim, punë dhe pasionin e tyre na dëshmuan se arti ynë ka të ardhmen dhe se tradita jonë është në duar të sigurta. Faleminderime pafund edhe për udhëheqësit artistik që i shoqëruan me aq përkushtim, si dhe personelin teknik dhe bashkëpunëtorët profesional, të cilët me angazhimin e tyre bën pamundur që kjo skenë të duket kaq e bukur. Të nderuar ardashës, nga zemra ju falenderojmë për pranimin tuaj, për tuar trokitjet dhe për dashurinë që i jepni artit dhe kulturës sonë. Ju urojmë gëzuar festat e fundvitit dhe një vit të ri të mbarë me shëndet, paqe, lumturi dhe hare. Faleminderit dhe i gëzuar.